Hetimet e deritanishme të prokurorisë së Fierit për krime ekonomike financiare të kompanisë koncesionare Bankers në sektorin e naftës gjatë 20 viteve aktivitet në Shqipëri kanë si provë vjedhjen e 5 miliardë eurove detyrime fiskale ndaj shtetit. Edhe pse janë lëshuar urdhër arreste për disa drejtues të Bankers, deri më tani nuk është proceduar asnjë funksionar ministrie, as zyrtar të Alpetrol, tatimeve apo doganave. Strukturat që i krijuan terrenin dhe favorizimet mafiozëve të Bankers, duke i lejuar të shmangnin taksat, tatim fitimin dhe të falsifikonin bilancet e import-eksporteve. Kontrata e vitit 2004 përjashtime totale. Në kontratën koncesionare të datës 19 qershor 2004, të firmosur nga Alpetrol dhe Ministria e Ekonomisë me kompaninë offshore Section International Energy, Bankers, i është dhënë kësaj të fundit e drejta të marrë 100% të ardhurave dhe fitimeve nga nxjerrja dhe shitja e naftës. Neni 13 i kontratës përcakton se Alpetrol nuk ka asnjë interes për fitimin në zonën naftënxjerrëse të dhënë me koncesion. Më tej kontraktori, filialet, nënkontraktorët dhe personeli i huaj i tyre përjashtohen nga çdo taks dhe detyrim doganor në Shqipëri, përveç pagesave minimale të magazinimit të naftës në port. Po ashtu punonjësit e huaj të Bankers dhe nënkontraktorëve të saj nuk paguajnë asnjë lloj tatimi për të ardhurat personale, fitimet apo importin dhe rieksportin e mjeteve dhe sendeve të tyre. Në nenin 14, qeveria shqiptare ka përcaktuar një tjetër favor. Kontraktori dhe nënkontraktorët lejohen të importojnë pa taksa doganore pajisje, makineri, lëndë të para dhe çdo material të përdorur për nxjerrjen e naftës. Humbjet për shtetin, sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, tatimeve, doganave dhe Agjencisë së Burimeve Natyrore, rezulton se Bankers nuk ka paguar mesatarisht 110 milion euro në vit detyrime fiskale, duke i shkaktuar arkës së shtetit një humbje prej 2.2 miliardë euro në 20 vite. Por shifra reale është edhe më e lartë, pasi nga hetimi ka dalë se kompania ka zhvilluar kërkime, shpime dhe nxjerrje nafte jashtë zonës së kontratës, duke hapur 113 puse të reja në zona rezervë shtetërore me dijenin dhe lejen e Alpetrol, Ministrisë Përkatëse dhe agjensive përgjegjëse. Zgjatja e fshehtë e kontratës është zbuluar edhe një pazar i fshehtë midis drejtuesve të qeverisë dhe kompanisë për zgjatjen e kontratës koncesionare edhe me 5 vite të tjera deri në maj 2029. Pse dosja mbahet në Fier dhe jo në SPAK, këto prova vërtetojnë përfshirjen e zyrtarëve të lartë në këtë superkrim financiar. Pikërisht kjo është arsyeja pse dosja Bankers mbahet ende në prokurorinë e Fierit dhe nuk i është kaluar SPAK-ut, megjithse vetëm kjo strukturë ka kompetencën ligjore për hetimin e një afere të kësaj përmase.